Ka thonë Rasulullah alayhi salam, ai që ka me jetu pas meje, Muhamedi alayhi salam, ka me pa mos pajtime mes njerëzve në çështje fetare të mëdha. Çuditesh ka ju ka arë kjo ide. Tani ka thonë Muhamedi alayhi salam, e jo kapnu për traditës të Rasulit alayhi salam, edhe traditës të udhëheqësve të drejt parë. Tani ka thonë Muhamedi alayhi salam, kapnu, ama jo mu kap me këta dham të përpara që ti kanopi, jo. Kapesh me këta të madh, kapesh me dham të fundit ka që mos me lëshu kanopin. Pse? Për shkak se është rrezik, bane lëshove, shkove. Thot Allahu azza wa jall, wa'tasimu bihablillahi jami'a, kapnu krejt për litarit Allahut azza wa jall, wala tafarraqu, mos u përçani. Këtë rast litari Allahut azza wa jall është libri Allahut azza wa jall dhe tradita Rasulit alayhi salam. Kështu që paramendo veten, nuj e ta ka gjuti kush litarin. Kapo fart, me dorë pas e papo, edhe kape me gojë, mos helsha, për shkak se hub, edhe më hanë me hanë qëta për meje. Është shumë rrezik me hub, shumë rrezik. Që nga ba, do më thënë, nuk po foli për njerëz të harame, po foli për ata që njohen fen, veç këshërna që nga ba. Allah azza wa jall na ruajt e na ba për muslimanët mirë.